Përshëndetje dhe mirë se vini, jemi së bashku në transmetim të drejtë për drejtë. Në këtë edicion lajmesh, kundër të tjera do të ndihni. SPAK regjistron procedim penal për Belinda Ballukun dhe Cenoklosin. Sipas kallëzimit, familjarët e të afërm përfituan tendera dhe projekte prej miliona euro. Zbulimet e reja të SPAK, Belinda Balluku kontrollonte në kohë reale fituesit e tenderave. Unaza e Madhe e Birnë shkruan sërish konkurenca e vogël, ja për çfarë akuzohet Belinda Balluku. Renea në Orosh rrethon 2 personat armatosur të fshehur prej 1 muaji në banesë të braktisur. Gazetari Artan Hoxha, përjetësisht non grata në Greqi, u mbajt 1 orë në komisariat në Kufi. Komandanti i madh xhihadist Izraeli vret ushtarakun e lartë të Hezbollahut në Beirut. Zelenski, Ukraina do të bëjë bisedimet e paqes me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Rusia duhet të paguajë për luftën. Senatore australiane me burka në parlament për të protestuar reagimeve ju përgjigjet me fjalë nëse se doni ndalojeni. Mirë, shohim gjërësisht zhvillimet kryesore të ditës. Sigurisht sot ka një tjetër protestë të radhës, e dyta në fakt, e paralajmëruar nga ana e opozitës dhe Partisë Demokratike. Lidhem me kolegun Osman Stafa për të mësuar më shumë rreth asaj se çfarë mund të ndodhë në orën 18. Osman, përshëndetje. E kam kolegun Osman Stafa drejt për së drejti. Presim pak çaste sa komunikimi me të bëhet i mundur në mënyrë që të marrim informacione sa i takon asaj se çfarë do të ndodhë ditën e sotme në shesh, në foltoren e radhës së Partisë Demokratike. Osman, më dëgjon? Nuk më dëgjon kolegu Osman Stafa, do të presim pak çaste sa komunikimi të jetë gati sa i takon protestës së dytë në radhë të paralajmëruar nga Partia Demokratike. Kujtojmë se një javë më parë është mbajtur një tjetër protest nga kjo forcë politike, mbështetur nga disa qytetarë dhe eksponentë të tjerë të rëndësishëm të kësaj force politike, ata të cilët mbajtën disa fjalime njëri pas tjetrit në një foltore përpara kryeministrisë. Besoj se edhe sot do të jetë përpara kryeministrisë kjo protestë. Ja të kemi me kolegun Osman Stafa. Osman, më në fund jemi drejt për së drejti. Në ndajnë dikute më pak se 2 orë në lidhje me protestën e lajmëruar rreth orës 18 Partisë Demokratike. Çfarë do të ndodhë të herë ndryshe nga ajo çka pam herën e kaluar, apo do të jetë ngjashme me të? Përshëndetje, Ina, atëherë pritet të jetë një protestë e ngjashme, edhe pse në publik artikulohet ose ju është bërë thirrje mbështetësve të Partisë Demokratike se kjo do të jetë një protestë. Duket se kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, përsëri do të artikulojë se kjo çfarë zhvillohet përpara kryeministrisë, e cila do të jetë e vazhdueshme dhe e qëndrueshme, ka deklaruar ai, është një foltore qytetare parlamentare, duke nënkuptuar se sa kohë në Kuvendin e Shqipërisë demokratat nuk do të kenë hapësirën e tyre për të trajtuar problematika që lidhen me qytetarët, atëherë ata do të dalin përpara kryeministrisë për të folur këtu deputet, por edhe qytetarë, të cilët do të deklarojnë apo do të artikulojnë problematikat e tyre që i shqetësojnë në përditshmëri. Të paktën kështu ishte skenari i protestës së para një jave të hënës së kaluar përpara kryeministrisë, e cila zgjati për rreth 1 orë, ku përveç kreut Partisë Demokratike Sali Berisha ishin edhe deputet Partisë Demokratike, si kundër dhe disa qytetarë, ata të cilët mbajtën fjalët. Aktualisht përpara kryeministrisë është vendosur vetëm pjesa e foltores, ndërkohë ende mbështetësit e Partisë Demokratike nuk kanë mbërritur, ndërkohë hyrja kryesore e kryeministrisë, si kundër edhe instalacioni i cili është vendosur mbi hyrjen e pra këtij institucioni, janë të përforcuara, ndërkohë nga ana tjetër janë vendosur edhe barrierat para kryeministrisë, një formë që ka marrë pra policia e shtetit në raport me protestën. Ndërkohë pritet protesta të nisë në orën 18:00 dhe kozgjatja pra përflitet në rreth 1 orë pak minuta. Të paktën këto janë ato çfarë kemi arritur të mësojmë. Sa i takon skenarit, përsëri do të jetë kreu i Partisë Demokratike, ai i cili do të flasë më tej deputet, si kundër edhe qytetarë të cilët do të jenë pjesë e kësaj proteste. Mirë, Osman, faleminderit shumë për këtë lidhje të parë. Drejt për së drejti, do të lidhemi sërish bashkë në nisje të kësaj proteste.
Faleminderit. Shkojmë tani nga kolegu Osman Stafat te kolegja Gjensila Kodra, e cila do të na bëjë me dije masat e marrë nga policia e shtetit në lidhje me këtë foltore të radhës të Partisë Demokratike. Nuk e quajmë dot protest, po foltore, sikundër kjo forcë politike e ka konsideruar. Gjensila, përshëndetje. Përshëndetje Ina. Po, në fakt edhe në këto foltore të radhës janë marrë sërish masat e policisë nga ana e tyre, për aq kohë sa janë të paktën si në protestën e mëparshme apo edhe në këtë foltore tashmë janë rreth 500 forcat dhe punonjës të policisë së shtetit, nga forcat e rendit FNSH-s, por edhe forcat shqiponja, një pjesë të cilëve në fakt janë edhe agjentë civil të cilët qëndrojnë në gatishmëri dhe mes protestuesve për të parë nëse ka persona të dhunshëm apo persona të cilët më herët kanë qenë të arrestuar në tubimet e mëparshme. Siç mund të shihet edhe ditën e sotme, plani masave të policisë ka nisur që prej orës 14:00 kur përgjatë gjithë bulevardit Dëshmorët e Kombit apo të gjitha rrugët që lidhen me bulevardin Dëshmorët e Kombit, e konkretisht përpara kryeministrisë nuk është lejuar parkimi i automjeteve përgjatë kësaj zone, por njëkohësisht më shumë se prej një ore në fakt, që prej orës 15:00 nuk edhe dhe deri në përfundim pra të protestës apo të kësaj foltore nuk do të lejohet po ashtu edhe kalimi i automjeteve përgjatë gjithë bulevardit Dëshmorët e Kombit. Aks ky që fillon mund të themi që nga kryqëzimi me Ministrinë e Brendshme deri në sheshin Nën Tereza, po si dhe rrugët që lidhen me këtë aks pra me bulevardin e konkretisht Ukraina e Lirë, Papa Gjon Pali dhe rruga Ismail Gjemali. Janë forcat e rendit të cilat janë të përshëndruara mund të themi në pjesën anësore të kryeministrisë, siç jemi duke ndjekur në fakt edhe nga pamjet, por njëkohësisht është më i minimizuar mund të themi numri efektive të policisë. Plani masave vijon me kamerat e sigurisë të vendosura në shtyllat elektrike dhe me rezolucion më të lartë, kryesisht nga kamerat më të zakonshme që janë vendosur pra përgjatë bulevardit, si dhe shtyllat elektrike që janë lyer me grason nëse ndonjë nga protestuesit mund të tentoj të prish apo të dëmtoj kamerat e sigurisë. Njëkohësisht, po ashtu nga plani masave apo nga detajimi i planit masave të policisë ka të bëjë edhe me mënyrën që një pjesë efektive të policisë që ndrojnë në gatishmëri, nëse do të jetë nevojshme për të shkuar në institucione të tjera, pra nëse në protestat e mëparshme ka pasur edhe persona të tjerë pra nga protestuesit që janë spostuar në institucione të tjera. Thuajse e njëjta taktik do të ndiqet edhe ditën e sotme. Gjensila, përpara se të shkëputemi bashkë, ka akse rrugore të bllokuara, çka e vështirëson edhe jetën e qytetarëve ditën e sotme? Në fakt, pjesa më e madhe e aksit që është i bllokuar që prej orës 15, pra që prej orës 3 të pasdites së sotme, dhe që do të vijojë deri në të paktën është parashikuar deri në orën 20 apo në orën 8 të mbrëmjes, do të jetë i bllokuar kryesisht një pjesë e rrugëve kryesore që lidhen me bulevardin Dëshmorët e Kombit, e kryesisht që nga Ministria e Brendshme, pra kryqëzimi me Ministrinë e Brendshme deri te sheshi Nën Tereza, njëkohësisht edhe rrugët lidhse me bulevardin. Po pavarësisht kësaj, edhe pse është bulevardi kryesor në fakt mund të themi në kryeqytet, has vështirësi tek kalimtarët e tjerë. Kjo gjë u vure të paktën edhe në orën 15 me bllokimin, sapo filloi mund të themi të bllokohej bulevardi Dëshmorët e Kombit, ku kishte një prezencë më të shtuar mund të themi të automjeteve apo trafik më të rënduar në akset e tjera rrugore. Kjo për shkak të bllokimit pra të bulevardit. E qartë, shumë faleminderit Gjensila për detajet që përcolle. Unë të mbarë në vijim. Faleminderit ju. Mirë, ecim më tej me të tjera zhvillime. SPAK regjistron procedim penal Belinda Ballukun dhe Xenoklosin për korrupsion, shpërdorim detyre dhe përfitim të palishëm të interesave pas kallëzimit të depozituar nga Adriana Kalaja në kohën kur ishte kryetare e Komisionit të Apelimit dhe vlerësimit të statutit pranë Partisë Demokratike.
SPAK regjistron procedim penal ndaj Belinda Ballukut dhe Ceno Klosit pas një kallëzimi penal të depozituar nga kryetarja e Komisionit të Apelimit dhe Vlerësimit të Statutit pranë Partisë Demokratike, Adriana Kalaja. Akuza është korrupsion dhe ndikimi palishëm ndaj zyrtarëve të lartë dhe kallëzuesja kërkon nisjen e hetimeve ndaj disa zyrtarëve të lartë, përfshirë Belinda Ballukun dhe Ceno Klosin. Sipas kallëzimit, kompanitë e lidhura me personat e kallëzuar si Orher SHPK dhe Sean SHPK dyshohet se kanë qenë pjesë e një skeme financiare të dyshimt me përfitime të palishme dhe shpërdorim detyre për të favorizuar interesat e personave të caktuar. Dokumenti përmend edhe përfitime të dyshimta të aksioneve, huamarrje dhe marrëveshje biznesi midis të kallëzuarve dhe personave të lidhur me ta. Kalaja kërkon gjithashtu hetim pasuror, pezullim nga detyrat të zyrtarëve të akuzuar, si dhe sekuestrim të dokumentacionit dhe aparaturave elektronike për të garantuar ruajtjen e provave. Në kallëzim theksohet se veprimet e dyshuara përbëjnë vepra penale të tilla si ushtrimi i ndikimit të palishëm, shpërdorimi i detyrës, përfitimi i palishëm i interesave dhe përfshirja në organizata kriminale, të gjitha kryer në rrethana rënduese dhe në bashkëpunim. SPAK njoftoi se ka regjistruar procedimin penal për hetime të thelluara mbi këto akuza dhe për të identifikuar të gjithë personat e përfshirë, pavarësisht funksionit që mbajnë. Hetimet e SPAK zbulojnë listën me foto të kompanive garuese në tendera dhe çmimet e ofruara prej tyre, të cilat i dërgoheshin ministres së infrastrukturës Belinda Balluku në kohë reale, gjë që dëshmon se ajo ka patur akses të drejt për drejt në listën e kompanive pjesëmarrëse dhe çmimet e tyre në tenderet e Unazës së Madhe dhe tunelit Llogaras, duke ngritur dyshime për paracaktimin e fituesve. Zbardhen detaje të reja nga dosja hetimore e SPAK për zëvendës kryeministren dhe ministren e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, e cila akuzohet për shkeljet barazisë në tendera për tunelin e Llogaras dhe lotin e 4 të Unazës së Madhe me vlerë 210 milion euro dhe me vendim të gjykatës posaçme, është pezulluar nga ushtrimi i detyrës dhe është ndaluar e drejta për të dalë jashtë vendit. Nga këshyrja e telefonit BlackBerry, që ju sekuestrua ish kreu të autoritetit rrugor shqiptar Evis Berberi, gjatë arrestimit pranverën e 2024-s, në aplikacionin Sinjal Private Messenger, janë zbuluar komunikime mes Evis Berberit dhe Miranda Shkurtit, përgjegjëse e sektorit të prokurimeve në ARSH. Në datë 11 gusht 2021, Evis Berberi i dërgon shtetëses Miranda Shkurti mesazhin: "Hapja e ofertave në 15 shtator të gjitha unazat." Shkurti i përgjigjet: "Po edhe po të hedhim nesër ndonjë, po në 15 shtator?" Në orën 15:14 Evis Berberi: "Jo, i dua në një ditë të gjitha të hedhura." Si që rezulton më vonë gjatë procedurës, për tenderin për secilin lot të Unazës së Madhe, Shkurti i dërgon me fotografi Berberit listën e kompanive që garojnë dhe përbrit tyre edhe çmimin e ofruar nga secila prej tyre, ndërsa kursorin e vendoste te kompania apo bashkimi i operatorëve ekonomik që shpalleshin fitues. Në dosje thuhet se fotografit Berberi ja dërgon Belinda Ballukut, e cila në këtë mënyrë kontrollon edhe tenderat që zhvillohen dhe kompanitë që shpallen fituese, të paktën në lotin 4 të fituar nga bashkimi i kompanive Pevlaku, Nova dhe Euro Teorema. SPAK dyshon se Balluku e ka paracaktuar fituesin. Për lotet e tjera, është duke vijuar hetimi, sikurse po hetohen edhe procedurat të tjera tenderuese. Sipas një hetimi të zgjeruar të Birn, komunikimet mes ish ministres Balluku dhe vartësve të saj ngrenë dyshime serioze për orientim të tenderave të Unazës së Madhe. Analiza tregon një model të përsëritur praktikash të dyshuara klienteliste që po hetohen aktualisht nga SPAK. Sipas një hetimi të zgjeruar të Birn, vetëm 5 ditë para dorëzimit të ofertave për 7 tenderat e Unazës së Madhe me vlerë 18 miliard lek, Ministrja e Infrastrukturës Belinda Balluku thirri me urgjencë në zyrë drejtuesin e autoritetit rrugor. Mesazhet e siguruara nga prokuroria tregojnë dyshime për orientim të drejt për drejt të garës, ku ministria kërkonte që një kompani të shmangte pjesëmarrje në tenderat të tjerë dhe të bashkohej me operator të caktuar. Birn raporton se vetëm 4 ditë më pas, kompanitë e përmendura nënshkruan marrëveshjen e ortakërisë dhe u shpallën fituese të lotit 4. Hetimi i SPAK sugjeron se procedurat ishin të paracaktuara, ndërsa komisionet toleruan mungesa të rënda në dokumentacionin e tyre. Ndërkohë, 10 kompani të tjera u skualifikuan për mangësi elementare. Juristë dhe ekspertë të prokurimit publik thonë se ky model përputhet me tregues klasik të mungesës së konkurrencës, oferta shumë pranë fondit limit, pjesëmarrje formale, skualifikime masive dhe rotacion fituesish
element që ngren dyshime serioze për manipulim. Të dhënat e birën për 7 tenderat e shtatorit 2021 tregojnë se 6 prej tyre u fituan me rreth 95% të fondit limit, ndërsa nga 48 kompani, 35 u skualifikuan, edhe fituesit sipas prokurorisë kishin paraqitur dokumente që nuk lidhen fare me punime rrugore. Ky model, sipas analizave të birën, është përsëritur për vite me radhë edhe në tenderat të tjerë të Unazës së Madhe. Birën kujton se skemat të ngjashme janë evidentuar edhe më herët, si rasti DH Albania në vitin 2018, çka sugjeron se problemi është i thellë dhe i konsoliduar. Juristët theksojnë se nëse akuzat vërtetohen, kemi të bëjmë me cënim të rënd të parimit të barazisë në tendera dhe ndikim politik në prokurime. Belinda Balluku e marrë pandehur dhe e pezulluar nga gjykata e posaçme. I ka mohuar akuzat duke i quajtur insinuata dhe të pavërteta. Ndërkohë, hetimet e SPAK vijojnë, ndërsa analizat e birën sugjerojnë se rasti i lotit 4 mund të jetë vetëm një pjesë e një modeli shumë më të gjerë që prej vitesh vën në pikpyetje transparencën dhe integritetin e prokurimeve publike. Qarkullimi në aksin rrugor Qukës-Qafploç vijon të jetë ende i bllokuar pas rrëshqitjes së shkëmbive nga Skarpati i Malit. Kjo është hera e katërt që në këtë aks rrugor ka shëmbje masive, ndërsa pas rastit të djeshëm gjendja paraqitet edhe më e përkeqësuar. Aksi Qukës-Qafploç vijon të jetë ende i bllokuar pas rrëshqitjes masive të shkëmbimeve nga Shpati i Malit mëngjesin e 23 nëntorit. Situata vijon të jetë ende kaotike, ndërsa kjo është hera e katërt që ky aks pëson shembje të mëdha, duke ngritur pikpyetje nëse janë kryer studime gjeologjike gjatë projektimit të rrugës, ndërtimi i së cilës zgjati 14 vite me radhë. Si të shihet përmes këtyre pamjeve të siguruara nga News 24, një faqe mali është shkëputur tërësisht duke bllokuar qarkullimin në rrugën strategjike që lidh Perëndimin me Lindjen. Si mas provizore, për qarkullimin e makinave, autoriteti kontraktor ka vënë në dispozicion një bypass alternativ, ndërsa që prej mëngjesit të së hënës kanë vijuar punën me eskavator për heqjen e shkëmbimeve që kanë rënë mbi rrugë. Në aksin që kushtoi 260 milion euro, problematikat nisën që pas shirave të parë të kësaj vjeshte, ku vetëm 27 ditë pas përurimit nisën shembjet e para, duke bllokuar qarkullimin në njërin kah. E njëjta problematik u përsërit edhe 2 herë të tjera, duke vënë në rrezik jetën e 10 qytetarëve që udhëtojnë drejt Juglindjes apo Anasjellas. Sekretari i përgjithshëm i Partisë së Lirisë ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se teksa po viziton Katarin, Shqipëria është e gjunjëzuar nga moti i keq, si dhe nga shëmbjet e rrugëve. Blushi akuzon kreun e qeverisë dhe ish zëvendës kryeministrin Balluku për vjedhje të qindra miliona euro nga korrupsioni në ndërtimin e rrugëve. Partia e Lirisë akuzon kryeministrin Edi Rama dhe ish zëvendësën e tij Belinda Balluku se u kanë vjedhur shqiptarëve 650 milion euro. Sekretari i përgjithshëm Tedi Blushi deklaroi se shembja në rrugën Qukës-Qafploç, ajo në rrugën Korçersek, mungesa e standardëve në rrugën Kardiq-Delvin, si dhe përmbytja e aeroportit të Vlorës, janë 4 ngjarje brenda një dite që provojnë korrupsionin. Vetëm me këto kryevepra korrupsioni, pa përmendur tunelin e Llogaraz dhe aferat e tjera korruptive, Edi Rama dhe Belinda Balluku u kanë vjedhur shqiptarëve rreth 650 milion euro, rruga e Florint Qukës-Qafploç, që u kushtoi shqiptarëve 260 milion euro, është kthyer në një varr monumental korrupsioni. Të gjitha aferat korruptive të çojnë vetëm te një emër, te Edi Rama. Numri 2 i Partisë së Lirisë akuzon se teksa vendi përjeton emergjenca civile. Kreu i qeverisë merr pjesë në edicionin e 7 të Fashion Trust Arabia në Katar. Kryeministri Edi Rama ka zgjedhur me arrogancë të shijojë ditët e modës në Katar mes një luksi të shfrenuar, i shkëputur totalisht nga realiteti dramatik i popullit më të varfër të kontinentit, ku e ka zhytur papërgjegjshmëria, vjedhja e përbindshme dhe keq qeverisja e tij.
Blushi bën thirrje për reagim popullor si përgjigje ndaj atij që e vlerëson si regjim autoritar të korruptuar, ndërkohë që thekson se nuk duhet pasur asnjë iluzion tek drejtësia, pasi është e kapur dhe godet vetëm me regji politike. Prokurori i përgjithshëm i vendit tonë Orsal Çela së bashku me drejtuesin e prokurorisë së posaçme Altin Dumani dhe përfaqësues të tjerë të prokurorisë kanë zhvilluar një takim pune në Bruksel me prokuroren e përgjithshme federale të Belgjikës Anna Fransens në 18 dhe 19 nëntor. Takimi është zhvilluar në vijim të atit vitit kaluar në Tiranë. Temat e trajtuara përfshin luftën kundër krimit të organizuar, hetimet financiare, përdorimin e kriptomonedave në aktivitete kriminale, koordinimin e hetimeve dhe krijimin e skuadrave të përbashkëta hetimore. Pjesëmarrësit kanë vlerësuar pozitivisht bashkëpunimin aktual dhe nënvizuan nevojën për zgjerimin e tij përmes shkëmbimit më të gjerë të informacionit, si dhe përmirësimin e koordinimit ligjor në zbatimin e legjislacionit antimafia për sekuestrimin dhe konfiskimin e aseteve kriminale. Si më tej, policia e Pukës është vënë alert pasi ka marrë njoftimin se 2 personat armatosur ishin mbyllur në një banesë në fshatin Orosh dhe kërcënonin se u qellonin. Ngjarja ka ndodhur në fshatin Orosh të Fushanësit, në banesën në pronësi të shtetasit Mhill Jaku, ku dyshohet se njëri prej personave që ka kërcënuar se do të qellonte marrëmzjarri është nipi i tij. Burime për News 24 bëjnë me dije se në këtë banesë prej vitesh nuk jeton askush, ndërsa shërbimet e komisariatit Pukës kanë rrethuar godinën dhe ju kanë bërë thirrje të përsëritura për të dorëzuar. Pasi nuk janë bindur thirrjeve të tyre, janë njoftuar edhe nga forcat RENEA për ndërhyrje më të specializuar, si dhe për neutralizimin e 2 personave me rrezikshmëri të lartë. Kamerat e godinave në afërsi të banesës Xhelal Mziut kanë fiksuar personin që kanë vendosur tritol në murin rrethues të banesës së deputetit demokrat. Grupi hetimor ka dyshime se i njëjti person është autori i vendosjes së tritolit në një restorant në Kamës. Personi me bicikletë që duket në këtë video është autori i vendosjes së tritolit në banesën e deputetit të Partisë Demokratike Xhelal Mziu pak javë më parë. Kamerat e godinave në afërsi të banesës së Mziut kanë fiksuar lëvizjet e autorit. Grupi hetimor ka dyshime se i njëjti person është edhe autori i vendosjes së tritolit në një restorant në Kamës dhe në disa raste të tjera në Tiranë. Kamerat e sigurisë tek të gjitha këto ngjarje kanë fiksuar të njëjtat lëvizje. Autori maskohet si punëtor ose me rrobat e errta dhe me bicikletë largohet nga vendi i ngjarjes. Ndërkohë, grupi hetimor ka zbuluar detaje të reja në lidhje me shpërthimin e tritolit në restorantin Perla e Detit në Kamës, ngjarje për të cilën u vun në pranga shtetasit Jeton Lami, Florin Domi dhe Flogert Mzhika. Sipas burimeve, disa ditë përpara ngjarjes, Florin Domi, i cili ka një biznes në afërsi të restorantit, ka thirrur pronarin Sajmir Sina duke i thënë se po e kërkon Jeton Lami. Pas kësaj, Sina ka takuar Jeton Lamin dhe ky i fundit i ka vendosur një gjob prej 500.000 eurosh. Pas kësaj, Sajmir Sina është larguar drejt Italisë ku jeton, ndërsa Flogert Mzhika ka shkuar dhe ka takuar 2 kunetërit që e kishin marrë me qera biznesin dhe u ka thënë se nuk do ta gëzonin dot. Pas kësaj, në restorant u vendos sasja e tritolit që shkaktoi dëme të konsiderueshme materiale. Autori i tritolit dyshohet të jetë antar i këtij grupi, por grupi hetimor po vijon punën për të zbardhur të dyja ngjarjet. Policia e Tiranës ka identifikuar autorin e plagosjes së 40 vjeçarit Marilen Jata mbrëmjen e djeshme në zonën e institutit. Mësohet se 40 vjeçari është qelluar me armëzjarri në këmbë nga shoku i tij Fatmir Froku, me të cilin ishte konfliktuar më herët. Mbrëmjen e së dielës Marilen Jata po kalonte në rrugën Ramadan Citaku, ku edhe është ndeshur me ish shokun e tij i cili e ka qelluar me një plumb në këmbë. Një njerë pas ngjarjes, autori Fatmir Froku, 36 vjeç, është arratisur, ndërsa policia është vënë në ndjekje të tij. Ndërkohë, pritet që oficerët e policisë të marrin në pyetje të plagosurin në spitalin e traumës për motivet dhe përplasjet që ka patur me autorin. Shkojmë tani në publicitet, kthehemi pas pak.
Rikthehemi së bashku në transmetim të drejtë për drejtë. Shohim tani të tjera informacione. Autoritetet e Republikës së Greqisë kanë shpallur non grata gazetarin investigativ Artan Hoxha duke cilësuar të padëshirueshëm dhe kërcënim për rendin publik. Gazetari është ndalur përjetësisht për të mos shkelur në territorin grek. Gazetari Hoxha është nisur ditën e djeshme drejt qytetit të Janinës, ku edhe është ndaluar nga policia greke e kufirit në pikën e kalimit kufitar të Kakavijes. Në sportelin e policisë kufitare, ku kryet edhe kontrolli i pasaporteve për qytetarët që hyjnë në territorin grek, gazetarit Hoxha i është komunikuar se nuk mund të hyjë në Republikën e Greqisë, pasi përbën rrezik për rendin publik dhe sigurinë e brendshme të këtij shteti. Në vendimin që policia greke i ka dorëzuar gazetarit Hoxha, thuhet se 1 është i karakterizuar si person i padëshirueshëm dhe 2 konsiderohet një person i rrezikshëm për rendin publik dhe sigurinë e brendshme për shëndetin publik ose marrëdhëniet ndërkombëtare të një ose shumë shteteve të Bashkimit Evropian. Më pas, gazetarit Hoxha i është vendosur një kryq me silolaps në pasaport mbi vulën e policisë greke dhe i është kërkuar të largohet menjëherë nga territori grek. Gazetarit Artan Hoxha është komunikuar se ky vendim është marrë në fillimin e vitit 2024 në kulmin e fushatës për zgjedhjet parlamentare të Bashkimit Evropian, kur në listën për eurodeputet partisë në pushtet Nea Demokratia kandidonte Fredi Beleri me shtetësi shqiptare dhe greke. Reshjet e dëborës kanë mbuluar zonat malore në veri të vendit në aksin rrugor qafthor-Theth, trashësia ka arritur deri në 30 cm. Në Qarkundibër, dëbora ka rënë në lartësitë mbi 1000 metra, ndërsa nuk raportohet për problematika. Reshjet e dëborës kanë vijuar edhe përgjatë natës në veri të vendit, ku në aksin qafthor-Theth trashësia arrin deri në 30 cm. Reshjet e dëborës kanë rënë me intensitet të ulët deri mesatar, ndërsa nuk raportohen për problematika. Autoritetet kontraktore kanë vijuar punën në terren duke pastruar me ekskavator rrugën që të çon drejt fshatit turistik, ndërsa ju bëjnë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes të shtuar në qarkullimin me automjete. Edhe në Dibër, reshjet e shiut ja kanë lënë radhën dëborës, ku zonat mbi 1000 metër lartësi janë mbuluar nga petku i bardh. Në fshatrat e Dibrës, Lur, Kala e Dodës, Arras, trashësia e dëborës arrin në 10 cm, ndërsa rrugët që i lidhin me Peshkopin janë të kalueshme pa vështirësi. Në Bulqiz, reshjet e dëborës kanë prekur fshatrat e Tërnovës së Madhe e të Vogël, si dhe disa fshatra të njësisë administrative Martanesh. Në Mat nuk raportohet për reshje dëbore, ndërsa gjendja në rrugët rurale që u dëmtuan nga reshjet e shiut vijon të jetë problematike. Hidrocentralet e Ulzës dhe Shkopetit kanë hapur portat për shkak të prurjeve të mëdha të lumit mat e të rrjedhave të tjera. Rëshqitja e tokës si pasojë e reshjeve të dendura të shiut ka shkaktuar shëmbje në një banese në fshatin Bazë të Matit. Shëmbja e banesës ka ndodhur mëngjesin e të hënës, ndërsa 10 anëtarë të familjes Gjina i kanë mbetur në qiell të hapur. Nga kjo shëmbje befasishme nuk ka patur persona të lënduar, ndërsa kryefamiljari Preng Gjini bën apel për ndihmë. Jashtë kamerës, banorët e fshatit Bazë thonë se situata është përsëritur disa herë gjatë këtyre viteve dhe nga autoritetet vendore nuk është marrë asnjë mas. Disa ditë pas përmbytjeve masive në Lezhë, News 24 ka parë nga afër situatën ku qindra banesa vijojnë të jenë nën pushtetin e ujit. Gjendja më kritike paraqitet në zonën e Shënkollit, Zejmenit dhe Kolshit, ndërsa banorët bëjnë apel për ndihmë. Niveli i ujit pas mbylljes së çarjes së argjinaturës në lagunën e Vajinit po bie me ritme të ngadalta për shkak të tejmbushjes së kanaleve kulluese. Përrjedhoi gjendja në zonën e Shënkollit, Zejmenit dhe Kolshit, vijon të mbetet e vështirë, ku qindra banesa e toka bujësore janë nën pushtetin e ujit, të gjendur prej disa ditësh në kushte të vështira. Banorët bëjnë thirrje për ndërhyrje të qëndrueshme në infrastrukturë, pasi situata është e përsëritur. Turbinat për me zër urën gjanë, mos me shpenzu turbina godion, ajo urë përfushat ka qënë, i ka lën lërgas. Kura mush, materiali ka arab në turbinat, edhe 3 herë i kam shku administratorit, është ura e mushme me material. Po një pjesën baknuj, kretë. Aja është nuje, njëse që për te është nuje, ki qetri këto a nuje. Për me që pona për kështu për shef, kishëm zanë
se që kësë më ka puj, e ka rejnë njërëzit, e rejnë peshku, e rejnë bretkocka, e rejnë shakajte, dreshi se mërveshte. Dam jeshi si e nuj, por sa të ardhë kosh, se për të ardhë jo, po sa nuk ka të ardhë kosh. Si pasojë të çarjes në argjinaturën e lagunës së Vajinit, në territorin e bashkisë Lezhë, u përmbyt një sipërfaqe rreth 200 hektar, po ashtu, hidrovori i Tales doli jashtë funksionit për disa ditë me radhë, ndërsa mësohet se tashmë vijon punën me kapacitet të plotë. Dëmet e shkaktuara në bujqësi dhe blegtori nga përmbytjet masive që kanë përfshirë fshatrat Çuk dhe Metoq në Sarand janë kolosale, ndërsa fermerët bëjnë apel për ndihmë. Përmbytjet masive që përfshin fshatin Çuk të Sarandës lanë pas dëme të konsiderueshme në banesa, toka bujqësore dhe blegtori. Pamje të rënda vijnë nga stallat e fermerit Shkëlqim Çaushaj, e cila u shkatërrua plotësisht si pasojë e vërshimit të ujrave dhe baltës. Fermeri bën të ditur se 40 bakti të imta janë mbytur, ndërsa në të gjithë zonën nga verifikimet paraprake rezultojnë 700 krerë të ngordhura. Katastrofik, s'ka bërë ndonjëherë vaki në këtu kemi ne 30 vjet që rrim këtu. Të çaj da gjinatura në këtë mënyrë. Dërmore gjitha deri la. Sa dëm jo është bërë juve? Janë 40 krerë. Janë mbytur. Ishte plot jo këtu komplet. Që deri atje, dhe mbushur, ishte nuk ishte mundësi. Gjinatura plot me ujë, atje u burra tash dalin vetë, se mund çajsh aty na merrte edhe ne bashkë. Çfarë do të bëni tani? Keni ndonjë shpresë? Çfarë do bëjmë? Ndonjë kompensim, ndonjë gjë? Ato nuk e dim, ato i di shteti tani. Po na ndihmon. Faleminderit, na ndihmon prapë. Çfarë do themi? Çarja e argjinaturës së lumit Bistrit shkaktoi përmbytje në fshatin Çuk si dhe në fushat e Metoqit në Sarand, ndërsa 25 familje u evakuan dhe u strehuan në çadra. Sipas fermerëve, dëmet të parikuperueshme janë shkaktuar edhe në parcelat me mandarina, ndaj kërkojnë dëmshpërblim nga Ministria e Bujqësisë apo autoritetet vendore. Me përmirësimin e kushteve atmosferike, uji ka filluar të tërhiqet nga banesat e stallat dhe punonjësit e bordit të kullimit vjojnë punën për forcimin e argjinaturës së lumit Bistric në gjatësinë 150 metra. Po ashtu po punohet edhe për restaurimin e urës në Metoq, dëmtimi i së cilës izoloi fshatin. Në një ceremoni solemne zhvilluar aktiviteti përkujtimor kushtuar kontributit historik dhe familjes Maqellara Nasufi dhe Dine në formimin dhe mbrojtjen e shtetit shqiptar me theks të veçantë mbi figurën e Fiqeri Dines, i cili ka qenë edhe kryeministër në Shqipëri në vitin 1944. Në Tiranë u zhvillua ceremonia përkujtimore kushtuar kontributit të familjes Maqellara Nasufi Dine, përgjatë një shekulli në formimin dhe mbrojtjen e shtetit shqiptar me theks të veçantë mbi figurën e Fiqeri Dines. Sipas studiuesve, Fiqeri Dine është një personalitet i shquar i gjysmës së parë të shekullit 20 me veprimtari të gjerë administrative dhe ushtarake dhe me detyrën e lartë të kryeministrit në vitin 1944. Fiqeri Dine mbetet një figurë që ka lënë gjurmë në historinë e shtetit shqiptar, në emër të shoqatës Bashkësia Dibrane. Sajmir Shatku vlerësoi figurën e Fiqeri Dines. Pra, shoqata Bashkësia Dibrane me vendimin e saj të datës 19 nëntor 2025 i jep Fiqerit Dines Maqellara pas vdekjes titullin Fisnikëria e Bashkisë Dibrane në Tiranë, me motivacione në vlerësim të kontributit të shquar si figurë strategjike ushtarake, ish kryeministri i Shqipërisë në një periudhë të vështirë të kombit shqiptar, patriot dhe strateg i dalluar që punoi dhe luftoi për çështje kombëtare. Duhen thënë disa të vërteta që e keqja mos përsëritet. Unë jam shpresplot, optimist që kjo gjë do të ndodhë, dhe fakti që sot u bë një ngjarje e tillë na nderon pa mas. Studiues, përfaqësues të institucioneve, familjar dhe qytetar të zonës sollën në vëmendje rolin e kësaj familje në ngjarjet kyçe të historisë kombëtare. Dibranet dhe gjithë shqiptarët kanë së pari edhe para së gjithash një detyrë të vetme dhe kryesore: bashkimin kombëtar shqiptar. Historia është e dhimbshme dhe e trishtueshme. Fiqeri Dine gjeti shtrem 4 gryp, në Lukan, në Qafmor, në Kasni, në Selisht. Por Lukan ndodhi tragedia.
Partia e Legalitetit me rastin e 100 vjetorit të legalitetit i dorëzoi mbesës së familjes së Fiqeridines certifikatën e mirënjohjes. Sot është një ditë me dritë, sepse jemi mbledhur për të ringjallur pjesën e ndritur të kësaj familje, një pjesë që mund të jetë plurosur nga vitet, por nuk është shuar kur. Historia e një familje nuk mund të mbetet një libër i harruar. Ne jemi këtu për ta hapur, për ta lexuar dhe për t'i dhënë sërish zë. Kjo është një familje patriotike, e cila në ditët më të vështira të kombit luftoi për identitetin, dinjitetin dhe pavarësinë e Shqipërisë. Përfaqësuesit e gjimnazit Fiqeridine në Maqellar që për nder mban emrin e tij, ndan certifikata mirënjohje për disa figura të Dibrës. Si mëtej Ukraina do të vijojë të punojë me partnerët përfshirë këtu edhe SBA-n mbi propozimet e paqes, ka thënë të hënën presidenti Volodymyr Zelenski, pasi Washingtoni ka propozuar një plan që kërkon lëshime nga Kievi. Ukraina do të vazhdojë të punojë me partnerët përfshirë SBA-n mbi propozimet e paqes, deklaroi të hënën presidenti Volodymyr Zelenski, pasi Washingtoni propozoi një plan që kërkon lëshime nga Kievi. Ne të gjithë vazhdojmë të punojmë me partnerët, veçanërisht Shtetet e Bashkuara, për të kërkuar kompromise që do të na forcojnë, por jo të na dobësojnë, tha Zelenski, përmes një video mesazhi nga Suedia ku merrte pjesë në një summit të vendeve që kërkojnë tërheqjen ruse nga gadishulli i Krimes i pushtuar nga Ukraina. Zelenski tha se Rusia duhet të paguajë për luftën në Ukrainë dhe se një vendim për përdorimin e aseteve të ngrira ruse ishte thelbësore. Tani për tani jemi në një moment kritik, deklaroi presidenti i Ukrainës. Ka shumë zhurmë në media dhe presion politik, si dhe përgjegjësi më të madhe për vendime që duhen marrë, theksoi ai. Të dielën Ukraina dhe Shtetet e Bashkuara thanë në një deklaratë të përbashkët se kishin hartuar një kornizë të rafinuar paqeje pas bisedimeve në Gjenev, megjithse nuk dhanë detaje specifike. Shtëpia e Bardhë tha se bisedimet në Gjenev me Kievin shënuan përparim domethënës drejt përfundimit të luftës në Ukrainë dhe rezultuar me një kornizë të përditësuar dhe ridefinuar që parashikon sovranitetin e plotë të Ukrainës dhe arritjen e paqes. Disa agjenci perëndimore të lajmeve cituan burimet të tyre të kenë thënë se zyrtarë amerikanë dhe Ukrainës kanë diskutuar dhe një vizitë potenciale të Zelenskit në Washington diku rreth javës tjetër për të diskutuar më në hollësi me presidentin Trump. Zyrtari më i lartë ushtarak i Hezbollahut, Ali Tabtabai, ka mbetur i vrarë në një sulm izraelit në kryeqytetin e Libanit. Në Beirut ka njoftuar kështu ushtria izraelite. Izraeli vrau zyrtarin më të lartë ushtarak të grupit militant Hezbollah në një sulm ajror në një periferi jugore të Beirutit të dielën, njoftoi ushtria izraelite, pavarësisht një armë pushimi të ndërmjetësuar nga SBA një vit më parë. Sulmi i pari prej disa muajsh në kryeqytetin libanez kishte në shënjestër shefin e përkohshëm të shtabit të Hezbollahut, të mbështetur nga Irani, Ali Tabtabai, njoftoi ushtria izraelite përmes një deklarate. Hezbollahu konfirmoi vdekjen e Tabtabait përmes një deklarate, duke e quajtur atë si komandantin e madh xhihadist, i cili kishte punuar për t'u përballur me armikun izraelit deri në momentin e fundit të jetës së tij të bekuar. Sulmi i Izraelit kaloi një vit të kuqe, tha zyrtari i Hezbollahut, Mahmud Chmati, ndërsa qëndronte pranë ndërtesës së bombarduar në periferin Haret Hreik, një fortesë e Hezbollahut. Udhëheqja e Hezbollahut do të vendos nëse dhe si do të reagojë, theksoi ky grupim. Ministria e Shëndetësisë e Libanit tha se sulmi vrau 5 persona dhe plagosi 28 të tjerë. Ai goditi një ndërtesë shumëkatëshe duke bërë që mbeturinat të përplaseshin mbi automjetet në rrugën kryesore. Njerëzit nxituan të dilnin nga ndërtesat e tyre nga frika e bombardimeve të mëtejshme, tha një gazetar i Reuters. Shtetet e Bashkuara kishin vendosur sanksione ndaj Tabtabait në vitin 2016, duke e identifikuar atë si një udhëheqës kyç të Hezbollahut dhe duke ofruar një shpërblim deri në $5 milion për informacion mbi të. Deklarata ushtarake izraelite tha se Tabtabai komandoi shumicën e njësive të Hezbollahut dhe punoi shumë për t'i rikthyer ato në gatishmëri lufte me Izraelin. Në një deklaratë të shkurtër televizive, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se Izraeli nuk do të lejonte Hezbollahun të rindërtonte forcat e tij, dhe sa i priste që qeveria libaneze të përmbushte detyrimin e saj
për të qarmatosur Hezbollahun. Presidenti libanez Josef Aoun i kërkoi bashkësisë ndërkombëtare të ndërhyjë për të ndaluar sulmet izraelite në vendin e tij. Vrasja e komandantit të Hezbollahut ndodhi një javë para se Papa Leoni të zbarkojë në Liban në udhëtimin e tij të parë jashtë vendit, me shumë libanez që shpresojnë se vizita mund të sinjalizojë se vendi po shkon drejt ditëve më të mira. Mirë, shkojmë tani në publicitet.